Mish Prizmus, fluska e madhe e interpretimit demokracisë dhe sigurisht mashtërimit gënjeshtrës, akuzës në gënjeshtër, akuzave kur të vërtetuara, akuzave që hidhen në eter për të përdorur të militantët kudo. Gënjeshtra e madhe, vidhet kaq, vidhet aq, shprishur kaq, shprishur aq, në mënyrë të pa verifikueshme, pa opsione, të cilat pastaj duhet patjetër të kenë brenda për brenda tyre, jo vetëm verifikimin, po faktin që ku vodh, kush i vodhi dhe si u vodh. Është e qartë që sigurisht kanë ngritur edhe demokracinë e plebejve, lumpen proletariatit, e cila sigurisht është shkatrimi i plot, përdorimi më i keq, më shkatrimtar, jo vetëm në demokraci, po lirisë në përgjithësi, është shpërdorimi i lirisë. Mirë po, do të thoni ju nga kush na ka ardhur kjo punë, jemi një popull i tillë, gënjejmë. Sigurisht që ky është ves i keq, për ta demoluar tjetër. Ne kështu bën edhe komshiu me komshiun në Shqipëri. Nga ka bërë dhe vllai me motrën, edhe vëllezërit bashkë, edhe kushërinjt. Ai është kështu, ai është ashtu, ja shtojnë gjërat, ja e egzagerojnë në akuza, sa duke thënë kaq shumë në shoqëri, pastaj në lagje, në rrugë, në lulishte, nuk e di, në kolektiv, fillojnë e besohen çereku, sigurisht e kanë boll. Në të vërtetë e bëjnë të pamoralshëm, ja fusin në mënyrë të përbindshme akuzën më të madhe që i merr mendja, dhe pas një lloj verifikimi, pas një lloj të vërtetë brenda, dhe sigurisht kështu kanë shkatruar, demoluar edhe figurën e vllait, motrës, komshies, antarit zyrës, atij bashkolegut ose koleges që është, i bëjnë imoral, i bëjnë të shkatruar në të drejtim bozhli, vjedhës, fyes, në të gjitha mënyrat. Këto 35 vite, këtë detyrë përsipër e ka marrë sigurisht e gjithë klasa politike e jona, po kulmi është ai që e ka emrin Sali Berisha. I duhet bërë kjo analizë, një njeriu të tillë, por ajo që duhet të them unë, krahas vesit popullor, llapazanllëkut, edhe fyerjes madhe, marrjes me punën e tjerëve, jo me punën tënde. Duhet thënë edhe Berisha politikisht prej kujt e ka këtë. Po jo tregoj një histori që sigurisht ka peshuar shumë në shpinën e familjes time, të babait tim. Sigurisht ai ka qenë një nga gazetarët e rëndësishëm të regjimit. Ka punuar në fillimet e tij në gazetën Luftari, gazetën Puna, gazetën Bashkimi, që ka qenë redaktor. Ka punuar bashkëpunuar me Zërin e Popullit, ka pasur gjithmonë artikuj. Ka qenë shefi i redaksisë jashtme dhe shefi i redaksisë Radio Tiranës për një periudhë të gjatë kohe. Ka qenë punonjës i ATSH-s, i dënuar shpeshherë, i riabilituar, dhe në fund kret, është dënuar përfundimisht në vitin 74, është dënuar në 56-ën e konferencën e Tiranës, në 60-ën, është dënuar në 65-ën, është dënuar edhe në 67-ën, 68-ën. E dini kur është pranuar Sali Berisha antar partie, Masar Bekteshi që ishte i 1941, bile ishte grupit komunist të Shkodrës që nuk ka mbetur asnjëri, 1936-ën, asnjëri pa u dënuar, përfshi edhe babën tim. Është dënuar edhe në 68-ën, në 67-ën, në 68-ën, pikërisht atëherë kur prisheshin kishat e xhamiat, kur pranohesh edhe Sali Berisha, dhe kur ne priqesim me plotësisht me Bashkimin Sovjetik, që në 60-ën, por dilim nga Traktati i Varshavës, për të bërë pjesë e revolucionit kultural proletar të Kinës, e cila vrau 15 milion njerëz në Kinë, po shkatroi edhe identitetin ton kombëtar, na çmoralizoi me fletrufete famshme. Tashti, në 74 mori dënimin përfundimtar, duke e shkatruar dhe fizikisht, duke e internuar, duke e shkatruar në mënyrë të jashtëzakonshme. Pse o bëra këtë lidhje? Por desha të tregoj pse është dënuar, dhe pse është po e njëjta. Strategjia e ndjekur edhe nga komunisti i viteve 68 kundra idealistëve. I mat po dënohet si një idealist në të vërtetë. Edhe pse? Sepse ai bënte artikuj të kësaj natyre.
Në atë kohë ishte kooperativa bujqësore dhe në bë. Edhe thoshin, kemi realizuar planin e grurit 110%. Edhe kemi realizuar 42 kuintal për hektar. Në të vërtet gënjeni. Nuk ishte 42 kuintal për hektar, me një flamuj transitor të famshëm nga bashkimet profesionale dhe nga byroja politike shkonin dhe njerëz për të duar trokitur, po çfarë bënin? Hapnin toka të reja, nuk i deklaronin dhe ato që prodhonin që ato tokat e reja të pa deklaruara, ja shtonin kuintalve për hektar. Dhe në fakt kishin marrë 30 kuintal për hektar, që nuk ishte një shifër, kur bota merrte 60-70, e kishte 2 prodhime në vit, po ja shtonin dhe dinin 42 dhe kështu merrin flamurin. I mat e vërtetonte, e tregonte dhe thoshte po gënjeni. Gënjeshtra tjetër. Ishte plani atëherë për të bërë vatra kulture. Kemi realizuar 13 vatra kulture. I mat shkonte, e vërtetonte që s'kishin ndërtuar 13 vatra kulture, po kishin bërë 2 vatra kulture dhe të tjerat ishin në plan për t'i bërë, dhe në të vërtet nuk ishin bërë asgjë. Botohesh në gazetë, ndodhte skandale dhe kështu. Dilte e vërteta dhe kështu bënte armiq. Po armik një sekretar partije këtu, armik një antar byroje që ishte kryetari i bashkimeve personale, si Rita Marko, armik edhe një si puna me Metshehut që sigurisht donte gjithmonë realizime. Çfarë ishte tjetër? Pasi ishte realizimet për prodhimin e superfosfatit, befjanën laç ose nxjerrje skromit kur nuk i realizonin. Aksidentet që ndodhen shpeshherë lejohesh, dhe ishte një gazetar që i nxirrte. Po, është e vërtet. Kanë qenë edhe këto gjëra. Edhe këto janë gazetat. Është gazeta Zëri i Popullit, gazeta Puna, gazeta Bashkimi. Shkurtet e projë shumë. Dhe duke e tepruar, lodhe dhe në ky që nga armik i partisë. Ky godit ka partinë nga e majta dhe e djatha. Në të vërtet, i madh. As nuk ishte armik i partisë, as armik i byros politike, po ishte një njeri që nuk merrte vesh. Dhe thoshte gjithmonë të drejtën. Kurse këta gënjenin, u realizua kjo, është mirë kjo, është realizuar. Merrni këtë shifër tash. Merrni këtë koncept e ktheheni përmbys. Dhe të shihni se si përdoret sot. Kur jeni pushtet, është kjo mirë, është kjo mirë, është kjo mirë, është kjo mirë. Kur jeni opozit, kjo është keq edhe 10 fishon. Këtu jeni hajna, nëse ka vjedhur 1 milion, ka vjedhur 100 milion. Siç bëri dhe premtimet. Është i moral, është i mafjes, është i kësaj, si shtaj fillojnë gënjeshtrat në mënyrë të jashtëzakonshme. Përdorimi i gënjeshtrës, ata që kanë moshën time, pak më të vegjël se sa unë e din, që edhe nuk e di, dhe telat dhe gozda do t'i merren normal se s'kishte në dyqan. Dhe sigurisht vjedhesh gjithkund. Vjedhesh edhe nga zakoni, u mësua, u bë jetesë. I mat nuk i donte këtë punë. Vazhdonte mendjen e tij të pandrejshme, duke qenë idealist. Kurse Sali Berisha është pjesë e asaj kohe, është pjesë e njeriu të ri, vepra më e shkëlqyer e partisë. Në fakt është po i njëjti zakon. Rrugaçërie në gënjeshtër, në akuzën e pabazuar, në mashtrimin më të madh, në demolimin dhe ashtu si shpallën armik babën tim, kanë shpallur qindra të tjerë. Njëra tjerë duke i futur, jo thjesht një internim, duke i thyer kamën si babës tim. Duke na çuar edhe ne mas tij. Dhe duke i vrarë fare. Dhe duke u marrë jetën. Duke i shkatruar familjarisë, duke u prishur jetën. Jo vetëm kundërshtarëve të regjimit, por edhe komunistave që thonin drejtën, nuk pranonin të gënjenin. I futën të 2 palët, një palë burgje, një palë internime, në sakrificën më të madhe njerëzore. Kush kështu, gënjeshtarët, mashtruesit e përhershëm, të cilët jo vetëm funksionuar në 45 vite diktaturë të qelbur të Enver Hoxhës dhe klikës tij, por dhe të gjithë qelpsirat që pasuan më vonë, duke nisur me një sekretar partije, i cili sigurisht do të bënte po të njëjtën punë. Do të aplikonte të njëjtat vese të gënjeshtrës, të mashtrimit, të koncentrimit të gënjeshtrës në mënyrë të tillë dhe përhapjes së lajmit më të gënjeshtër dhe më mashtrues të botës për çdo gjë që duhesh patjetër të përfitoje dhe të shpallje armik. Ashtu si shpallte armik Enver Hoxha, shpall armik edhe ky njeriu i prodhuar nga pikërisht klika Enver Hoxhës si njeriu i ri, vepra më e partisë.
Ne nuk e dënuam kurr, nuk e enverizuam shoqërinë tonë. Ne rrëzuam vetëm shtatorën e tij dhe ruajtëm enveret e gjallë. Pa përjashtim në të gjitha partitë. Po më keq se të gjitha partitë ishte Partia Demokratike, që trashëgoi veset më të këqija të asaj partie. Gënjeshtrën më të madhe, mashtrimin më të madh, që në fjalën e parë që thoshim është një parti e djathtë. Imagjinoni të konsiderosh parti të djathtë dhe t'japin leksione komunistat më fitimprurës të kohës më të qelbur që ka Shqipëria dhe që është ajo kohë. Imagjinoni të besohet një gënjeshtër kaq e madhe që ne jemi parti e djathtë. Edhe në Bashkimin Sovjetik, në vitin 1956, nisi destalinizimi. E nisi Krushovi dhe të tjerët. Ne nuk e pranuam. Enveri e shpallte veten prap stalinist. U prish me Bashkimin Sovjetik. Kur u lidh me Kinën, u lidh sepse ata vazhdonin të ishin stalinist. Në momentin që Kina u destalinizua, e shpalli dhe ajo Mao Tse-dunin jo më kaq të rëndësishëm, po Stalinin, njeri të krimeve, Enver Hoxha u prish. U prish me to, duke na izoluar. Ata u lidhen me Amerikën. E njëjta gjë është edhe me Sali Berishën. Do prishej me të gjithë, sepse sigurisht nuk do pranonte të de-enverizoheshin veprimet. Bërtitëte më të madhe dënonte në xhmien për kafe, po jo për gjenocid, për vrasje, për alarmim dhe tejkalim të normave të praktikave edhe gjyqësore, po dhe diktatoriale. Nuk pranoi kur t'i bënte këtë punë. Nuk u de-enverizua kur kjo shoqëri. Prandaj nuk ka tranzicion, po ka post-komunizëm. Edhe njeriu numër 1 i post-komunizmit është gënjeshtari, mashtruesi më i madh, që thot jam djathtas dhe që quhen Sali Ram Berisha. Shqipëria sot ka nevojë për de-enverizimin dhe de-berishizimin e saj. Sigurisht nuk i vjen një shenjë barazimi atë me Ramën, le të thot sa të duash djali i Kristaqit. Nuk ka nevojë të thot djali i Kristaqit, sepse ai është djali i Kristaqit, ka nevojë të thot vetes Sali Berisha. Kristaqi Rama ka qenë një komunist, siç ka qenë edhe Sali Berisha, një komunist. Jo një që s'ka qenë komunist. Ne kemi fatin e madh, të kemi 2 komunistë sot, të vetmit komunist në Evropën demokratike, që quhet Sali Berisha dhe Tritan Shehu. Komunist viteve 70. Imagjinoni tash sa e tmerrshme, sa e pa mërshme është kjo punë. Dhe sa vazhdon gënjeshtra. Ka filluar këtu e kush e disa dekada më përpara dhe nuk di të mbaroj kjo gënjeshtër. Nuk di të përfundojnë kjo lloj gënjeshtre. E jashtëzakonshme. E jashtëzakonshme përballë botës kulturuar, përballë qytetërimit. Një herë të vetme të kishim pranuar pse gënjejmë kaq shumë, pse mashtrojmë kaq shumë, pse vazhdojmë të jemi në post-komunizëm, në post-diktaturë. Në post-diktaturë në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe çfarë i kemi shtruar, dhe çfarë i kemi e kujt jemi nështruar dhe kujt ja kemi shtuar veset, është ky post-komunizëm që ka dhe veset e kapitalizmit, korrupsionin, po, bashkëpunimin me mafjen dhe me krimin, edhe me krimin e organizuar. Imagjino një post-komunizëm i cili ka gjithë veset e diktaturës dhe që i shtohet edhe korrupsioni, ndoshta edhe krimi i organizuar. Ne shumë të mirë jemi. Jashtëzakonisht të mirë jemi. Jemi shoqëri që mund të kishim bërë akoma më keq, megjithëse ku ka më keq se 97, apo që na e kanë imponuar pikërisht tipat si puna e tij. Të gënjeshtërës më të madhe, që rrifte njerëz për zgjedhje, komisioner për zgjedhje. Dhe tash i kërkon zgjedhje të ndershme. Njeriu që të dhunonte në zgjedhje, që bënte grush shtetit, njëri që bën grush shtetit, tani flet për demokraci. Njëri që me korrupsion hidhte një katun në erë, tash flet me t'jep leksioni demokracie. Ky tipi. Një njeri që vret në bulevard shqiptar, e që t'jep leksione demokracie, dhe i quan mafios të gjithë tjerët përveç vetes. Ku ka më mashtrues edhe më gënjeshtar se njeri i tillë. Çfarë t'u them më tepër? Shumë për jush i din këtë punë, shumë për jush janë kundërshtar të këtyre që po them unë. Po deri kur do të jenë kështu kundërshtar?
Deri kur mund besojnë që Partia Demokratike dhe Sali Berisha janë djallë? Deri kur? Deri sa të shuhet Shqipëria, kjo s'ka për të ndodhur. Nuk do ta lejoj askush. Duhet binen tani. Duhet binen tani që është gafa më e madhe të besosh në gënjeshtrat, në mashtrimet e folk bolshevikëve, enveristëve, stalinistëve shqiptar, të cilët akoma ke Partia Demokratike japin leksione demokracie shqiptarit, Shqipërisë. Dhe për më tepër kërkojnë edhe zgjedhje të lira. Për më tepër akuzojnë se këtyre ju vidhen zgjedhjet, këtyre farë burrave ju kanë vjedhur zgjedhjet. Dakord, miqtë e mi? Është një apoteoze e jashtëzakonshme, është një diçka e cila sigurisht të lën shihen më të hidhur të mundshme. Duke lënë vendin pa një alternativë politike, duke i shërbyer Partisë Socialiste majorancës për të qëndruar në pushtet, jo deri 29-ën, po vazhduan kështu dhe nuk dolën forca të reja politike deri në 39-ën. Okej?